Hoxh, doshta me të pyet për raportet tua me Hoxhën Beker Alimi. Me që sot jemi safir tek na. Po, Allahu të shpërbleft, sigurisht se ju nuk jeni që nuk më njihni mua, prandaj edhe këto pyetjet e juaja nuk janë krejt pa qëllim. Sigurisht se raporti im personal, por edhe raporti im familjar me Hoxhën Beker Efendi Halimi, Allahu e ruajt, është një raport që daton shumë herët, prej viteve 94, kur unë kam qenë nxënës në medresen Alaudin në Prishtinë. Nga Prishtina, me Hoxhën e nderuar Enis Efendi Rama, edhe me një shok tonin mik i cili tani nuk jeton në Kosovë, por jeton në Evropë, Adnan Misinin, kemi ardhur në Shkup, sa herë që kemi pas rastin dhe mundësinë kur Hoxha Beker në atë botë ishte student. Dhe kemi ardhur në Gazibabën heroike. Dhe në shtëpinë shumë modeste të Haxhi Fadilit, Allahu më shiroft, babai i Hoxhës Bekirit. Dhe çdo herë kemi qenë edhe të mirëpritur, edhe të gostitur maksimalisht. Dhe nga ky moment raporti ynë me Hoxhën ka qenë shumë vllaznor, për plot dashuri e respekt, dhe unë nuk hezitoj asnjëherë që të deklaroj çdo herë se edhe kam qenë edhe nxënës i Hoxhës, dhe pasi që kemi përfundu medresen Alaudin në Prishtinë vitin 92-96, kam pas fatin dhe nderin, falënderim Allahut, pastaj është Hoxha Beker shkaktar që unë dhe disa kolegë të mi tani hoxhallar të njohur kemi shku në Institutin e Gjuhës Arabe në shtetin e Jordanisë për 9 vite. Kemi mësu edhe gjuhën arabe, por kemi marrë edhe mësime sistematike edhe prej Hoxhës Beker, por edhe prej disa hoxhallarëve në atë botë atje në Amman, aq sa kemi pas mundësinë dhe kapacitetin si student të ri të kuptojmë gjuhën arabe, dhe prej asaj kohe deri sot ku jemi, vazhdojmë të kemi raporte shumë përmbajtësore, raporte për plot respekt, e dashuri, e miqësi, e vllazni. Hoxha Beker ka lind, jeton dhe vepron në Shkup, por po e përmbylli Hoxha Beker, Allahu e ruajt, është një kuadër dhe është një hoxh i mbar shqiptarisë, kudo që ka mundësi të dëgjohen porositë dhe mësimet e tij, ai aty është prezent me vizionin, me urtësinë dhe dijen dhe eksperiencën e tij. Lut Allahun dhul xhelal që aq sa Allahu i ka dhuru shëndet, jetë këtë shëndet, e të këtë gjithmonë zell e produktivitet prej anës së tij dhe gjithë shokëve të tjerë. Sunullah, kërkoj ndjes, por nëse nuk them edhe diçka, do t'i mbetem në hak shumë shokëve dhe kolegëve nga Maqedonia e Veriut, por në veçanti nga Shkupi, nga se në periudhën sa kemi qenë në studime në Arabinë Saudite kam pas shumë vëllezër nga Maqedonia, në veçanti nga Shkupi, dhe kemi qenë vëllezër pa asnjë dallim, por do t'i veçoja dy prej tyre që kam pas rastin 2 vite kemi qenë në konvikt në një dhomë dhe kam qenë jashtëzakonisht i nderuar edhe i përgdhelum prej tyre, Hoxhën Fatmir Zaimi dhe Hoxhën Rafet Zaimi, Allahu i ruaj. 2 vite në konvikt kemi jetu së bashku në një dhomë dhe më kanë përgdhel dhe janë kujdes për mua jashtëzakonisht shumë. U kam borxh tër jetën, obligim moral, por kam pas fatin kam pas edhe në shtëpinë e tyre në Gazibab, në shtëpinë e vjetër. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, ishin ditë të vështira. 3 net kam fjet në shtëpinë e Hoxhës Fatmer dhe Hoxhës Rafet, ku unë me disa shok që kishim dal nga Prekazi, kem mund t'i shkaktojmë një rrezik shumë të madh familjes Zaimi. Ata e kanë ditë, nga se edhe nga Shkupi na kanë përcjell për në luftë kur kemi hinë Kosovë, por bujaria dhe ato shtëpia të mëdha të familjes Zaimi
Në fakt ato për nga madhësia dhe ana fizike nuk kanë qenë shtëpi luksoze, por shtëpitë e mëdha nuk janë gjithmonë shtëpi luksoze që kanë shumë hapësirë, por janë shtëpi të mëdha, ato shtëpi ku brenda atyre shtëpive jetojnë burra dhe gra që kanë zemër të pasur dhe kanë zemër bardhësi e shpirt bardhësi. Pa dash tani të mos e lë anash asnjë prej shokëve dhe kolegëve të nderuar, qofshin nga Shkupi apo gjithandej Maqedonisë së Veriut, kemi qenë vëllezër si të ri, si student, tërkohën kemi studiu së bashku, kemi jetu së bashku, jemi rrit së bashku dhe sot me të gjithë pa asnjë dallim vazhdojmë të kemi raporte galla raporte në ekselencë me gjithë ata vëllezër. Uroj dhe lut Allahun dhul xhelal që të gjithëve Allahu t'ju jep shëndet, Amin. e t'ju jep suksese, e t'jenë të dobishëm e shumë të zellshëm çdo njeri prej tyre në veprimtarinë e tyre. Amin.